kush ka përgjegjësi, kemi një gjë të fundit dhe zoti Hoxha do na thotë në një gjë dhe zoti Dervishi po pati, po nuk e kemi kushtëzuar. Kush ka përgjegjësi për vdekjen e oficerit me kolli? Mëngjesin e 4 qershorit në një operacion, siç e dimë, policor në zonën malore në fshatin Lozhan të Malikit, mbeti i vrarë efektivi i Enea me kolli. Së ditur Jaku është. Efektivi ndjes pas tash më dëshmoria Deut të titull i vend këta me njerë pas vdekjes në net dekoratën dhe tona të rëndësishme të japin dekoratë. Gjenazen të paguajnë. Paguat gjenazia më shtrenësisht edhe dekoratë. Bajrami jep këto dekoratat, zoti Bajrama? Po patjetër. Presidenti i Republikës e dha dekoratën. Ai ishte atje, shkoi vet. Vajti edhe. Dhe ai u përball me familjen. Tani, edhe u plagosërën kolegu i tij Edison Adri. Tani, këtu çudia më e madhe 3 ditë zgjat dhe ngjarja u harua, zoti Hoxha. Zoti, së pari tani si është gjendja e policisë plagosur dhe çfarë ka ndodhur me hetimet për këtë çështje e dyta? Kita kemi edhe këtë, edhe e mbyllim dhe ikim dhe ne në shtëpi tani. Pak nga pak. Polici i plagosur Edison Adri vazhdon të jetë në spital, të jetë në spitalin e traumës. Është në kontroll në të rrep mjekësor. Tash dëmi që në momenti që ka ndodhur ishte plagosje e rënë. Për fat i ka mbijetuar ato që ishin rreziku i parë ka kaluar, por vazhdon të jetë i shtruar në spital dhe vazhdon të jetë në mjekim edhe pse kanë kaluar 20 ditë nga momenti që ka ndodhur ngjarja. Ajo që të bën Ylli në këtë para se të përgjigjem pyetjes tjetër që bëre ti, është fakti që ngjarja u mundua të kalojë shpejt e shpejt. Shkoi presidenti atje, u përball me xhaxhain e policit të vrarë, i cili i tha atë që mendonte, i tha, po na merrnim qafi, po na vritin djem, po na vrasin kriminalet janë rrugëve, bëni diçka, i tha. Se po na bëni gropën të gjithëve. Tani çka ka ndodhur? Ju dha një shpërblim 50 milion lekë të vjetra. Policit që dha jetën në krye detyrës. 50 milion lekë të vjetra. Që mund t'ja pagonte vetëm mos i shkonte në rrethim ai që i vrau atë me ta aktivitet që merr. Së dyti, të gjitha njësitë e policisë së Shqipërisë, përveç qarkut Korçës, më sa diun, kanë dhënë nga 20.000 lekë secili, çdo polici ka Shqipëria. Qarku i Korçës ka dhënë 50.000 lekë për të ndihmuar familjen se ka lënë fëmijë jetimaj mbrapa. Ndërkohë, shoqata e policëve shqiptarë që janë në Amerikë, pra janë policë amerikanë në origjinë shqiptare, ka mbledhur dhe ka sjellë shumë prej $10.000 si fillim. Aq mbledhën ata në momentin e parë, aq sa janë, dhe i kanë sjellë familjes $10.000 deri në këtë moment. Pra, duket sikur janë dhënë të gjithë punonjësit e policisë në Shqipëri dhe shqiptarët që janë punonjës policie në Amerikë për të ndihmuar familjen. Ndërkohë, shteti shqiptar mbaroi atë xhenazen aty dhe e mbylli historinë. Duhet ndodhe kundërta. Siç i mbyll në çdo rast. Duhet ndodhe kundërta, nuk vlen. Dhe unë bëj një pyetje sot. Është një pyetje që kanë vite që e bëj. Ore, sa kushton jeta e një polici në këtë drejt vendi? Nuk ka dëshmor Spaku, nuk ka dëshmor prokuroria, nuk ka dëshmor gjykata. Janë vetëm policë. Sa kushton një polic? 50 milion lekë të vjetra. Kaq është vlerësuar. Si vlen jeta e një polici 50 milion? Kur ti po i helmon policët që në bankat e shkollës, çfarë folëm në drejtën? Ne i kemi helmuar policët aty. Çfarë shembulli po japin? Që po le kalamajt rrugë të marrësh 50 milion lekë. Dhe pastaj shpresoj që kolegët e tu të trishtuar, të mërzitur, të heqin ai lekë nga xhepi. Vetëm aqesh. Kaq, nuk ka siguri mirë. Marrin kështu pensione gjëra. Po ato janë procedura të tjera. Unë po them, duhet të ketë polici, si në çdo vend të botës, ka i sigurim jete për policë, sepse është i vetmi institucion sot që po ta shikosh atje atë mbrapa ministrisë, e ke parti sa hyje kanë ata. Atje kanë shku gati 400. Të vrarë 250 njojnë këta, 260, të tjerët nuk i njojnë, për janë vrarë, janë punonjës policie. Tani, si është e mundur që një punonjës policie që kishte 9 vjetë në radhë të policisë shtetit, shkon, vritet në krye detyrës, ati s'ke që thu, a ishi vetë me rasja, a ishi në operacion e sipër, dhe ti e vlerëson 50 milion lekë vjetra. Tani më falë, me 50 milion lekë vjetra, çfarë kërkon ti nga këta policë? Si e vlerëson, si mund ta lësh policinë kaq zbuluar? Dhe pse nuk e bëjnë se është kërkuar kjo gjë, që të bëhet sigurimi i jetës? Bëhet sigurimi i jetës për policinë e shtetit. Dhe që shteti të mos ngelet në këtë situatë tani, të mbledhë lekë policëve e t'ia çojmë atine. Po pse nuk e bën? Po s'duan ta bëjnë. Nuk duan ta bëjnë. Thonë që na rëndon buxheti. E kanë në shkurt. Tani, një punonjës unë besoj që jeta një qytetari nuk vlen 50 milion lekë. Jo më jeta një punonjës policie. Aq më tepër dëshmorja Dheut.
Dhe zhvlerësuar, dhe presin tani të dërgonin lekët ata djemë që punojnë në Amerikë. Unë nuk e di ata mos e kam mbledhur tjera, po të paktën derisa pyetën para jave, ata kishin bërë një të parën që kishin dhuruar, po nuk zgjidhet kjo çështje kështu. Nuk i motivon dot punonjësit e policisë, duke i thënë që ti do marrësh, po të vranë, do marrësh 50 milion lekë. 50 milion lekë. Kaq merrin dhe para 20 vitesh. Po para 20 vitesh, 50 milion lekë ishin shumë. Kurse sot, 50 milion lekë është shumë qesharake. Ja vetëm te paraja. Ore dhe ajo është një vlerësim për jetën dhe për kontributin e punonjësit. Çfarë ka ndodhur me hetimet për këtë çështje? Ola, kjo është shumë e rëndësishme, sa i vlerëson ti qytetarin atje, që ai marri përsipër, ai rrezikon se ky është profesion me betim, ata betojnë para flamurit. Ai betohet që do rrezikojë jetën e vet, shpëtoj jetën tona. Dhe ata njerëz që do në zonë ne, i shajmi, i mallkojmi, i akuzojmë, ata janë skemi tjerë, tek ata përplasëm në fund. Dhe unë prandaj e njëri këtë problem. Që që shqetësuan për të helmimin këtu, dhe kjo pjesa tjetër. Dhe i fundit do të them Fredi para se për pjesën e hetimit. Ka një hetim të brendshëm që po ndiqet nga AMP-ja, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore dhe Drejtoria e Standardeve, e cila po synon të zbulojë kush janë personat përgjegjës në radhët e policisë për mënyrën se si është organizuar aksioni, se si është bërë plani i veprimeve atje, se si ata kanë marrë masa dhe kanë bërë planizimin, dhe pse ka ndodhur pasoja kaq të rënda, pra patëm humbjen e një jete njerëzore dhe plagosjen e rëndë të një polici tjetër. Me sa ka marrë vesh, do të ketë veprime shpejt dhe ata kanë gjetur të çara edhe në strukturën policore atje, për mënyrën se si është organizuar ngjarje dhe se si është organizuar operacioni dhe si mund të shmanga ajo duke ndjekur hapat dhe procedurat që ka parashikuar ligji për policinë e shtetit në raste të tilla. Kështu që për pjesën tjetër pastaj është ende herët, pra për pjesën e ngjarjes dhe aktivitetit që ka patur personi, edhe pse në media ka dalë, është bërë tashmë një profil i qartë dhe po thuaj gjithë e dinë shumë mirë se kush është njeriu që rrezikoi, që mori jetën e një polici, rrezikoi jetën e policit tjetër, Violan Braçellari, por ajo që është më rëndësishme dhe që duhet bëhet mësim për rastet e tjera, për t'i parandaluar, është pikërisht hetimi brenda radhëve të policisë. Kush ka mbajtur, kush ka dhënë urdhrin, kush ka miratuar planin e operacionit, çfarë masash janë marrë, a janë ndjekur procedurat standarde që ka policia, a është parashikuar rrezikshmëria që kishte aty dhe a mund të parandalojë dhe mund të shmangej kjo ngjarje me pasojë kaq të rënda. Shiko, the një fjalë në fillim ti i vdekuri me të vdekurit, i gjalli me të gjallët dhe po krijohet një përshtypje sikur ikoj tani, tani këto që gabuan, iku ai, ti ruaj me këta, gjynafta, ka dhe këta familje.